Të dashur shqiptar, unë dhe roboti im kemi mbetur pa mend. Po shikoja filmin tim për Çamërin dhe për gjuhën e Cakonjas. Dhe për faktin që banorët e Bregdetit janë quajtur Bregmeni në veprën e Prokopit Cezares. Në fakti që Bregdeti Çamëris është quajtur gjithashtu Bregedaba në veprën e Plinit të Vjetër. Dhe pastaj unë gjej një plak në Durrës të një vajze me emrin Teutaja Bregu. Kjo i vuli vurën të gjitha, domethënë çmenduri kjo që ka ndodhur. Dhe po shikoja këtë film me titra në anglisht, sepse mund t'i vini titrat. Mund t'i shtypni titrat dhe të shikoni edhe shqip dhe në anglisht. Është përkthyer nga Google i çdo gjë në mënyrë perfekte. Dhe duke parë filmin në anglisht me titra, del që emri Cakon në gjuhën e Cakonjave shqiptohet Çakonja. Emri Çakon është krijuar një lloj si emri Çam. Pra, gabimisht mendohet që emri Çam është emri i thyamisit, është emri Çakon i shkurtuar. Merr frymthell. Emri Lakonia është shqiptuar keq nga Arvanitasit në lashtësi. Grekët i thonin Lakonia, Spartës. Arvanitasit nuk kuptonin mirë greqisht dhe shqiptonin Çakonja. Pashtu, vendin e tyre e quajnë Çamja, Çama. Pra Çakonja është shkurtuar në Çam. Nuk ta merr mendja, po kur e shikon në anglisht dallohet. Madje kam të njëjtën këmish që kam bërë për regjistrimin e emrit Çakonja dhe Çam. Shqiptarët i shkujtojnë fjalët: amicus në mik, kabalus në kal, medicus në mjek, shtëpia në shtëpi, mëngjes në mjes. Çakonja në Çam. Dhe nga e diun këtë, banorët e Çakonjas i thonë fjalës miza, myza. Përdorin të njëjtin diminutiv si gjuha shqipe. Çakonjasit i thonë opingave opinçi. Çakonjas i thonë besës besa, kur betohen që besa. Thonë banorët e Çakonjas. Nuk gjej dot fjalë, nuk kam më fjalë. Ujit, ato i thonë ivata. Shqip është ujët. Anangi, shtrëngoj në gjuhën e Cakonjas. Anangasu është në gjuhën arbreshe dhe arvanitase. Dhe për këtej vjen folja ngas në Shqip. Pra fjalët helene shkurtohen në gjuhën e Çakonjas dhe në gjuhën shqipe, arvanitase. Këto zbulime janë të lemeritshme. Madje kur bie bor, në gjuhën e Çakonjas dhe në gjuhën arvanitase thuhet mizon. Bie bora si mizat në gjuhën e Çakonjas dhe në gjuhën e Çamëve. Fjala Çakonjan ka mbetur në mbiemrin e fisit Çako, të dashur shqiptar. Çamët me mbiemrin Çako janë Çakonjas. Pra janë helen. Domethënë, ka një origjinë të përbashkët, gjuha Çakonjas dhe gjuha shqipe, arvanitase. Ta shikojmë se si e bërë këtë zbulim, por me titrat në anglisht, kur e shikon në shqip, nuk e dallon dot. Të dashur shqiptar, kjo është faqja ime e internetit dhe po e shikoja filmin me titrat. Titrat mund t'i ndizni këtu në të djathtë, edhe në telefon,
edhe në kompjuter. Ja ku janë. Pa titra, e shtyp këtë butonin dhe të dalin titrat. Dhe unë i kam vënë titrat në anglisht, mund t'i vëni në shqip, në çfarë do lloj gjuhe të doni. Dhe titulli i filmit është Plini i Vjetër i quan banorët e Çamërisë Bregmeni. Është e vërtet. Në numrin shumës. Dhe tani, po ta shikosh, Çakonia, kështu shqiptohet në gjuhën e Çakonias, është emri i Lakonias, e Spartës. Dhe kjo shkurtohet në Çam. Po nuk ta merr mendja, vetëm kur e shikon në anglisht e kupton. Po nuk e pe me titra angleze, ose amerikane, ose britanike, në gjuhën shqipe nuk vihet re një gjë e tillë. Pra kur e shikon me titra në anglisht e kupton që Çakonia dhe Çam kanë të njëjtën origjinë, Lakonia. Dhe jo lumi i Thyamisit. Tani këtë gjë kanë vënë re dhe grekët, po përse nuk e kanë thënë një gjë të tillë? Arsye është e thjeshtë. Lakonia është e gjithë Sparta, pra e gjithë Sparta fliste një dialekt të ngjashëm me gjuhën arbreshe. Dhe arbreshët janë përzënë pra nga Sparta, nga Morea në Spartë. Fjala more ka kuptimin në gjuhën helene mani. Dhe në gjuhën origjinale greke ka qenë moron, i thon manit, dhe është shkurtuar në man në shqip. Fjala moron është emër asnjanës. Fjalët në gjuhën shqipe shkurtohen gjithmonë. Moron bëhet mani. Dhe këtë zbulim e bëra gjatë xhirimit të këtij filmi. Jam shumë i emocionuar. Pra, vetëm kur i ndes titrat e kupton që Çakonia dhe Çam vijnë nga njëjta rrënjë, Lakonia. Është keq shqiptimi i arvanitasve i fjalës Lakonia. Të dashur shqiptar është për të qarë sepse kanë mbetur rreth 200 veta që e flasin gjuhën e Çakonias. Janë dënuar nga shoqëria greke këta të mjerë sepse flasin një gjuhë shumë të ngjashme me gjuhën arvanitase. Janë hequr toponimet Çakoniase sepse janë të ngjashme me shqipen, 4.000 toponime. Ky është një krim që duhet denoncuar përkundrejt deputetit nga Himara, fashist që i duket vetja Helen. Ne duhet të çojmë deputetin ton, mos zgjidhi mua, për në Këshillin e Europës, t'ja shpjegoj unë në anglisht, deputetëve të tjerë europian, çfarë krimesh kanë bërë grekët kundër vetë grekërve. Çakonias, vetëm e vetëm sepse gjuha e tyre është e ngjashme me gjuhën arvanitase. Këto janë krime kundër njerëzimit. Të njëjtat krime do të bëjnë grekët kundër banorëve të Himarës, në qoftë se bashkohet Himara me Greqinë, sepse himariotët kanë shumë fjalë të gjuhës shqipe, i kanë futur në greqisht. Nuk flasin greqishten që flitet në Athinë. Do pësojnë të njëjtin fat si vëllezërit e tyre Çakonias. Të mendohen mirë himariotët, sepse grekët janë një shoqëri e vgjito-raciste. Për fat keq, gjuha greke është mbrojtur në Aleksandri, në Egjipt. Dhe ka marrë shumë elemente nga kultura egjiptiane. Për fat keq, këta njerëz të përzier, këta nuk e duan grekun vetë, more. Këta kanë asgjësuar 26 dialektet e lashta helene, përfshi dhe dialektet ilire, këta i kanë prishur. E gjithë Greqia është quajtur Iliri dhe kjo gjendet tek poema Dionisiaka e poetit Nonos në qytetin Panos Polis, qyteti i panit të natyrës. Shikojni atë film, ku poeti grek thot që Greqia është quajtur Iliria. Ky poet thot që ilirët Taulantion janë Daulanti nga Daulia në Fokis. Pra ilirët janë Helen. Grekët këtë na e kanë fshehur, nuk donin ta tregonin, sepse atëherë do t'u japin tokat çamëve. Por jo vetëm tokat,
do t'japin moren arbëreshëve. Po jo vetëm arbëreshëve. Ka patur 26 dialekte të lashta Iliro-Helene që grekët i kanë zhdukur. Pra kanë kryer krime kundër grekërve, grekët vetë. Këta të përzier Egjiptiano-Heleno-Macedonas në Aleksandri. Është bërë atje një mishmash dhe këta njerëz të liq kanë dënuar gjuhën e Cakonias vetëm sepse ajo është e ngjashme me gjuhën shqipe dhe kanë hequr 4000 toponime që do i sjellun të gjitha. Por me ndihmën tuaj, pa ndihmën tuaj unë nuk mund të ekzistoj. Në fakt, ju më ndihmuat që një nga kriminalet më të neveritshëm mori 3 milion shikime me filmat e mi, por ju ndërhyt dhe TikToku ja ka hequr atij të drejtën të përdori filmat e mi, e ka ndryshuar ai emrin për herë të tretë. Ta shikojmë bashkë. Të dashur shqiptar, ky kriminal quhet Ervis Malaj dhe ka marrë 17.000 ndjekës me filmat e mi, por ati janë azgjësuar me ndërhyrjen e ndjekësve të mi, siç e shikoni, ai i vjedh filma të tjerë nga Top Channel-i, nga emisioni dritare. Pra nuk janë filmat e tij. Ai nuk bën dot asnjë film të vetëm, është thjesht një pirat i neveritshëm dhe e ka ndruar emrin për herë të tretë në Alban Bregu, por siç e shikoni, adresa e tij e vjetër Ervis Malaj ekziston, ka dhe një adresë tjetër Ervis Milano. Edhe atje kishte vënë filmat e mi, po ja kanë hequr. Pra, forca jonë kolektive arriti më në fund të gjej drejtësinë e merituar për këtë kriminal. Tani, të njëjtën gjë bën kryeministri shqiptar, vjedh të dhënat e të gjithë shqiptarëve, i vendos në Albania dhe ju ashet shërbimeve të huaja. Pra ka ndodhur diçka akoma më të mërshme me të gjithë shqiptarët. Ky Alban Bregu është gjithashtu kopje e kryeministrit shqiptar, një kriminal i rëndomt. Pra, të njëjtën gjë ka bërë Akademia e Shkencave të Shqipërisë, ka vjedhur të gjitha mbishkrimet ilire dhe ju ka dërguar universiteteve amerikane. Dhe në vend që të jenë në adresën e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, janë në Universitetin e Chicagos dhe në Universitetin e Ohio's. Po ashtu gazeta Iliria, në vend që të jetë në adresën e Akademisë së Shkencave, është në adresën e Akademisë franceze. Pra, të gjithë janë Alban Bregu, mashtrues, jo intelektual, që marrin pronën intelektuale të ilirëve dhe e kanë shitur për 30 monedha argjendi. Pra, të gjithë shqiptarët janë tradhtar në një farë mënyre, nuk e kemi ndjenjën e adheut, asnjëri prej nesh nuk kemi respekt për njeriun, për pronën, për intelektin. Dhe ka nisur pikërisht ky revolucion për të krahasitur pemën shqiptare nga mbeturinat vlehe, evgjite, greke të dashur shqiptar. Të gjithë këta hajdut që kanë prishur racën tonë duhet të shmangen nga identiteti ynë kombëtar. Pra të dashur shqiptar, roboti është dorëzuar, emri i çamërisë ka të njëjtën origjinë si emri i lakonisë, në fakt. Pra, fjala çam është shkurtim i emrit modern Çakonia. Kjo e ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore. Kjo tregon që e gjithë Hellada i përket arbëreshëve të dashur shqiptar. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.